Berat, 15 korrik, 1985. Drejtuar kryetarit të Komisionit të Internimeve. Shokut Manush Myftiu. Kjo është letra e dytë që po ju dërgoj, dhe nuk kam marrë asnjë përgjigje nga ajo që prisja për jush. Kam marrë vetëm një njoftim se letra ime është dërguar për shqyrtim në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe se përgjigjen do ta marr prej tyre. Kanë kaluar rreth 2 muaj nga letra e parë dhe afro 40 ditë nga përgjigja e zyrës ankesave. Kjo vonesë më detyron t'ju drejtohem përsëri me këtë letër të dytë. Shoku Manush, jemi shumë të rënduar nga gjendja që na ka krijuar ky internim. Unë dhe familja ime po jetojmë në kushte shumë të vështira. Kam një foshnjë 8 muajshe që po rritet në këtë ambient të rënd. Këto kushte po shtohen për ditë. Ambienti ku jetojmë është i mbushur me tension. Jemi të vetmit familjar në mesin e personave me përbërje të ndryshme, mes imoralëve dhe vjedhësve. Jam provokuar shpesh në dhomën ku jetoj me gruan time, me fjalë që nuk i përmban fjalori ynë. Për këto gjëra jam ankuar te kryetari i degës, por nuk kam marrë asnjë ndihmë. Kam bindjen se vetëm ju mund të vendosni drejtësi. Shoku Manush, këtu ndodhen rreth 12 të internuar. Disa prej tyre kanë pasur përbërje të keqe familjare, madje edhe kulak pa triska fronti dhe janë liruar. Ndërsa unë, babai i një fëmije të vogël, nuk lirohem. Më mbajnë vetëm me fjalë, do ta shikojmë, do ta analizojmë. Unë nuk jam armik, nuk jam vrasës, nuk jam imoral, nuk jam vjedhës. Partia dëshiron njerëz të fortë dhe të denjë. Unë kam bërë 1 vit e 6 muaj internim dhe nuk di të kem bërë ndonjë gabim. Ky internim, në këtë mënyrë si është zbatuar ndaj meje, është shkatërrim familjar, jo rregullim. Nëse ju interesoheni vetë në lagjen dhe fshatin ku kam jetuar, do të bindeni se ky internim është bërë kot. Dega e Brendshme mund të ketë thënë shumë gjëra për mua, por ato nuk qëndrojnë. Nuk kam asnjë nga ato cilësi që mund të më kenë veshur. Shoku Manush, kam qenë dhe jam familjar i rregullt. Kam 1 vit e 6 muaj i martuar. Duhemi shumë me gruan time dhe kemi një fëmijë të vogël. Dua të qetësohem, por kam frikë se mos mbetemi internuar për jetë. Ju lutem, shoku Manush, mund ndihmoni që të lirohem nga kjo barë e rënd dhe të jetoj me familjen time i rregullt e i denj, siç kam qenë më parë. Kërkesë. Shok të partisë dhe të popullit, ju bëj thirrje, në veçanti ju, shoku Manush Myftiu, që të më ndihmoni për padrejtësitë që bëhen nga dega e brendshme e këtij rrethi. Ju betohem me shpirt të pastër se nuk kam bërë asnjë gabim. Ju kërkoj të interesoheni vetë dhe të mësoni të vërtetën. Jam aq i sigurt në ndershmërinë time, sa kam thënë se nëse gaboj, le të marr dënim të përjetshëm, por të mos mbahem padrejtësisht në internim. Këtu bëhen shumë padrejtësi që rrezikojnë jetën tonë dhe të familjeve tona. Me respekt. R. Hoxha. Pres përgjigje sa më parë.